Ti tash ke dalë këtu. Ti kur ke fillu me gomat e makinës, kur fillove edhe me partinë politike, ke pas shumë më tepër ndjekës. Sot që gjendja është, ke një kazus shumë të fortë, jemi këto 10 vetë. Çfarë ka ndodhur me Tikun? E dyta, ky popull që është në atë gjendje që thotë, pse nuk reagon? Pse nuk reagon? Se po të vi ke buka atë ku thotë, reagon populli. Ky popull nuk reagon, shifi makinat qarkullojnë, njerëzit, restorantet ditë aty i ke plot. Vetëm benzinë që duan këto makina që është 3 herë benzina më e lartë. Nga del kjo, me burime zyrtare, sigurisht kjo. Pra, tu ka një para që qarkullon. Atë ligjin, e para njerë duhet bëjmë marrëveshje fjale. Nuk ndodh në Shqipëri mungesa e ilaçeve se kompanitë farmaceutike dhe lobi botror i këtij grupi interesit fuqishëm na lufton ne për ta. Jo, nuk ka lidhje. Unë thash se incidente nuk ka lidhje fare. Vinte ajo që the në lidhje me sasinë edhe numrin e njerëzve. Keni parasysh që kur bëhet fjalë për dasëm, koha i vend të gjithë dasëm për të kërcyer. Kur bëhet fjalë për sakrifica edhe gjëra të vështira, është pak më e vështirë. Çfarë duhet të them? Sigurisht që në rrugtimin tim si Adriatik ka pas faza në jetën time që kanë qenë aktivizëm me energji pozitive të tipit mbi lule, pas trodetit. Do ke pas shumë për kraj, edhe unë kam për kraj, kam shkrujt atër një... Se të vinte. Këtu nuk jemi duke folur. Sepse ishte lëvizje qytetare. Jo. Këtu nuk jemi duke folur. Ajo ishte lëvizje ndërgjegjësuese, ajo që bëjsh atëherë. Jo, më lërë ta mbaroj. Jemi duke folur për krejt gjëra të ndryshme. Këtu jemi duke folur për të vënë gishtin te plaga. Këtu jemi duke folur për të kërkuar largimin e atij që është autori i një sistemi që mban peng vendin. E largon vota më Tiku? Jo, s'është ashtu. E largon vota? Jo, më dëgjoj. Largoje, ja ku je? Po ta mbaroj. Merr armët, s'ka largoje. Hajde marrim armët. Ta mbaroj. Po. Do ta largojmë parën. Po, vazhdo. Tani mes situatës së aktivizmit pozitiv me shembuj konkret dhe nevojës për të ndryshuar autorin që ka kap peng të vend, ka një gjë në mes që e ndan. Është një gjë shumë e rëndësishme, frika. Nuk angazhohet regjimi i shpërfilljes së Edi Ramës. Nëse ti angazhon njerëz për të mbjell lule apo për të nxjerr gomat apo për të dalë dhe për protestën e çmimeve, se nuk e kërcënon në thelb.